Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet I përkasën e të Allahut të madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin profetin tonë Muhammed alayhis salam. Të dashur vëllezër, me të vërtetë durimi në kërkimin e dijes është nga llojet e durimit më të vlerësuara dhe më të mira, për të cilën Allahu I madhëruar e shpërblen besimtarin shumë fish në radhë të parë për punën e mirë që ai po bën, që është kërkimi I dijes dhe durimi që ai ka në këtë rrugë në kërkimin e dijes. Më kujton pra kjo gjendje që shikoj që pak janë të cilët prezantojnë dhe kanë interes për kërkimin e dijes, historia ose ndodhia se si ka filluar Sheikh Uthaymini dhënien e mësimeve. Ka pasur në fillimet e tij vetëm muezinin I cili prezantonte në mësimet e tij. Dhe mbante mësimin me dy veta, pra ai dhe muezini. Sot interesi për dëgjuar është I pakët për të mësuar. Sepse sot fakt janë shtuar dhe shkaqet ose janë shkaqet të shumta, faktorët të shumtë pse sot muslimanët nuk kanë interes në kërkimin e dijes, janë të ndryshme dhe janë shtuar disa të reja dhe prej tyre është rrjetet sociale ose mundësia për të dëgjuar në rrjetet sociale mësime ose këshilla të shkurtra 2 minutëshe, 3 minutëshe dhe mjaftohen duke ndjuar në parekullsi video të shkurtra dhe mendojnë se në të lloj forme arrit përfitimi dhe arrit dije. Dija I ngjan ndërtimit të një ndërtese. Kush është I fushës, e di shumë mirë ç'do thotë të ndërtosh një ndërtesë, e cila ka bazamentin dhe gradualisht ka radhën e punës, që e njeh dhe inxhinieri, e njeh dhe punëtori. Nëse nuk diqet dhe në kërkimin e dijes një radhë pune, duke filluar nga më rëndësishmja, nga dija më rëndësishme dhe nga dija më e lehtë, dhe të vazhdoj kërkuesi I dijes gradualisht duke ngritur në shkallë në kërkimin e dijes, atëherë nëse ai nuk e ndjek këtë metodologji të saktë që është e tedrigj, është përshkallëzimi në kërkimin e dijes, duke ditur se cila është gjëja më e rëndësishme për të mësuar në një dije, për në dijen e akides, ose dijen e fikut. Nga fillohet, me kë libër fillohet, me çfarë çështjes duhet të fillojë kërkuesi I dijes. Dhe kur flas kërkuesi I dijes, nuk ka për qëllim atë që dëshon të bëhet dietar. Është një musliman I cili e ka detyrë të mësoj fenë e tij, ka detyrë të mësoj besimin e tij, të mësoj adhurimet që Allah I ka bërë detyrë. Profeti alayhis salam transmeton një hadith që thot, ku kalon midis dy varreve, me të vërtetë thot këto dy persona po dënohen. Njëri merresh me thashë theme, dhe tjetër çfarë bënte? Nuk pastrohesh. Nga kush, nga cila? Nga urina, nga uji I holl, ose nga jashitja. Shkaku që nuk pastrohesh mund të jetë I ndryshëm. Te një person mund të jetë padija, te një person tjetër është neglizhenca. A justifikohen këto dy? Padija nuk justifikohet nëse mundësia ishte për ta mësuar. Ndërsa neglizhenca dihet që nuk justifikohet në asnjë rast. Nëse personi e di dhe neglizhon. Ka dënim. Për atë I cili për diçka shumë të thjeshtë nuk e mësoi. Dhe çdo jesh gjë, si dhe gjëna të personit I cili shkon në haxh dhe lajm nga kushtet e haxhit. Për shkak kujt? S'ka dije, s'ka hoxhallar, apo ai neglizhoi. Si është çështja I cili fali namaz
Ju e dini historinë e kujt? E profeti me personin që i tha, ktheu si e falur. Ktheu si e falur. U fal, ktheu si e falur. Cila ishte ajo që e bëri që ky person mos të quash namaz? Diçka që nuk e dinte. Falësh gabim. Dhe erdhi dia dhe korrigjoi pa dijen e tij. Dhe saksoi namazin. U dorëzua, tha, më mëso. Nuk do të falem ndryshe. Tha sahabe. Kurse sot jo. Sot mjaftohemi ne. I dim gjitha. Google-in e kemi, GPT qota, GPT e kemi, YouTube-in e kemi, i klikim, edhe hoxhën që kemi personale e bajmë telefon, si që kemi edhe marom. Po që të mësojmë, kemi një akademi, kërkojmë një kurs thetar, që tulemi, dhe të kemi durim, dhe të sakrifikojmë nga koha jonë, për mësuar fen tonë nuk e kemi. Sepse feja sot, edhe pse ne pretendojmë diçka, veprat tona dëshmojnë diçka tjetër. Dhe kjo është një këshill e përgjithshme. Për të gjithë ato që do të ngjojnë inshallah këtë këshill, që ne, edhe pse shumë gjëra i dim që janë të rëndësishme, i dim dhe besojmë që kjo është më e rëndësishme. Por në realitet, veprat janë ndryshe. Shumë prej nesh mu thot diçka që e pretendon dhe vepra e tij e përgjënchtron. Si ka ardhur hadithi, për të i cili merret me tmetat e njerëzve dhe përgojon njerëzit, o i të cilët akoma besimi nuk është futur në zemrat e juaja. Mos i përgojoni muslimanët, ose mos i ndiqni tmetat e tjerëve, se kush e ndjek tmetën e vllajt të tij, Allahu do ta fliq brenda shtëpisë tij. Allah na ruaj. Sot, mësimi i sotëm ka lidhje me njohjen e tre parimeve. Hyrje rreth njohjes të librit tre parimet. Kemi folur për biografinë e autorit, e shehut, dietarit të njohur Muhammed ibn al-Wahhabit. Kemi folur gjithashtu disa mësime rreth shpifjeve që janë bërë ndaj këtij dietari të mirë të njohur, i cili me të vërtet kontributi i tij ka qenë shumë madhështor për Islamin dhe muslimanët, sa edhe sot, mbas 300 e disa viteve, ndjehet dhe preket kontributi i tij në lidhje me përhapjen e tauhidit, e fesë Allahut madhëruar të kulluar. Njohja ose hyrja në njohjen e librit tre parimeve është shumë e rëndësishme. Para se të fillojmë me shpjegimin e teksteve dhe të fjalëve që autori ka zgjedhur për t'i shkruar si këshill dhe mësim për besimtarët musliman të asaj kohe, ne do njihemi rreth këtij libri në përgjithësi, duke mësuar se cila është tematika kryesore e këtij libri dhe si e ka radhitur autori këtë libër dhe kujt i është drejtuar pra ky libër, për kë është shkruar dhe kush ka qenë dhe cili ka qenë shkaku i shkrimit të këtij libri. Ky libër është shkruar para 340 viteve. Dhe deri në ditën e sotme, vërejmë që përhapja e këtij libri është përhapur në tërë anët e botës. Ky libër vazhdon të shpjegohet jo vetëm në Arabinë Saudite, nga vendi ku vetë ky libër ka dalur, por se vërejmë që ky libër shpjegohet në të gjitha vendet islame, ose në të gjitha ato vende ku jetojnë dhe banojnë muslimanët. Dhe një nga shkaqet gjithashtu në ditët e sotme që ka bërë që ky libër të shpjegohet kaq shumë është Universiteti Islamik
në Medinën e bekuar, ky universitet i cili për më shumë se 60 viteve ka nxjerrë hoxhallar dhe thirrsa, të cilët e kanë pasur këtë libër në qytetin e profesorit sallallahu alajhi wasallam, nga librat që shpjegohesh më shumë nga dietarët e qytetit të profesorit sallallahu alajhi wasallam, Medina e bekuar. Ky libër filloi të shpjegohesh me një herë pasi u shkruaj. Princi i asaj kohe urdhëroi dietarët që ky libër të shpjegohesh në tërë vendet, në tërë qytetet dhe fshatrat e gatishut arabik. Dhe e kishin zakon që dërgonin një dietar dhe bashkë me të dietar dërgonin disa prej nxënësve të tij. Dhe shkonin ta dietar në qytete të ndryshme, në fshatra të ndryshme dhe jetonin në ato vende, në ato qytete, në ato fshatra disa muaj, për të mësuar njerëzve 3 parimet. Në një kohë ku padia ishte shumë e madhe. Në një kohë, pra ky libër është shkruar dhe më pas është përhapur dhe është mësuar tek njerëzit, në një kohë ku padia ishte shumë e madhe dhe në një kohë ku këto mësime të rëndësishme të kulluara për Kuranit dhe Sunetit shikoheshin si të çuditshme, si të panjohura, si diçka e re. Dhe ishte shumë e vështirë të sqaroje këto mësime të rëndësishme tek shumica e popullit, sepse këto mësime binin ndesh me atë që ata kishin mësuar më parë në lidhje me besimin e tyre, në lidhje me adhurimin e tyre. Shumë thirrsa edhe sot përpiqen që thirrja e tyre të përputhet me atë që duan njerëzit. Vërejmë që shumë thirrsa, shumë hoxhallar, për të ardhur keq, e kanë këtë mangësi, duan t'i përshtatë shoqërisë në thirrjen e tyre. Ruajtja e gjendjes së atyre që ti i bën thirrje është e kërkuar, po pa ndryshuar bazat e fesë tënde, pa ndryshuar dhe pa cënuar thirrjen e saktë. Kur qëllimi i thirrësit është të mbledhë sa më shumë njerëz që e duan atë, që e lavdërojnë atë, dhe thirrja e tij nuk është për tek e vërteta, por është tek vetja e tij, atëherë ai gjithmonë ndërruaj ç'thojnë njerëzit, ç'thot opinioni i njerëzve. Ç'mendim kam për mua? Ose ai thot, në fillim thot, ti bëj ata që të më duan mua, duke u përshtatur mendimeve të tyre, pastaj unë gradualisht dhe këshilloj tek më e mira. Dhe kjo është mitologji shumë e gabuar. Besimtari musliman, thirrsi veçanërisht, duhet të bëj thirrje me urtësi, me maturi, duke ruajtur gjendjen e atyre që i thret, duke përdorur butësinë, duke qenë i matur, duke parë se cila është ajo që bën dobi më tepër dhe forma më e mirë në mënyrë që çfarë që këta të cilët thëriten dhe këshillohen të parën të vërtetën. Por se pa ndryshuar nga frika se mos ta largohen, nëse unë i sqaroj atyre të vërtetën, atë të vërtet që ndalohet mos mësimi i saj, ndalohet mos këshillimi. Dhe ky libër ishte
i shkruar në mënyrë shumë të qartë dhe i argumentuar nga Kurani dhe Suneti. Dhe autori kishte përdorur një gjuhë shumë të lehtë që kuptohesh nga të gjithë. Dhe më pas ju do e mësoni inshallah se për kë është shkruar ky libër. A është shkruar për dietarët, a është shkruar për nxënësit e dijes, apo është shkruar për popullin e thjeshtë e përgjithshëm? Nga gjua që autori ka përdorur në këtë libër të vogël, dhe gjithashtu autori këtë libër e ka rishkruar disa herë dhe ka bërë disa ndryshime në titujt e këtij libri. Dhe kur lexon, inshallah do ta marrim më pas, kur lexon titujt që ka vendos autori të përafërt nga njëri tjetri, vëren se qëllimi me shkrimin e këtij libri kanë qenë një të thjeshtë. Por se gjendja ishte shumë e vështirë. Do përballesh me rrymën e cila ishte kundra teje në mendime dhe besim. Dhe kërkonte durim, guxim, urtësi, maturi dhe mëshirë. Dhe të largohesh duke përmendur emra dietarësh prej medhhebeve të ndryshme, por të kufizohesh, thot Allahu Azza wa Jall, thot profeti alayhis salam. Në mënyrë që të luftosh në një formë të luftosh fanatizmin ndaj medhhebeve dhe ti edukosh njëkohësisht të edukosh këta persona, këta njerëz, të popull që ishin edukuar më parë për të qenë fanatik ndaj medhhebeve, qoftë në besimin e tyre, jo vetëm në fik, jo vetëm në çështjet e dispozitave të adhurimeve ose të normave që lidhen me marrëdhënie ndërnjerëzore. Por se imitimi kishte shkuar dhe ku? Dhe në besim, që është një çështje shumë e rrezikshme. Nëse besimtari imiton hoxhallarët ose njerëz të dijes në çështjet e besimit, pa u përpjekur të njihet me argumentet, të cilat të bëjnë të qartë se cili duhet të jetë besimi yt. Ky libër, për ta përmendur si dije, është miratuar nga Ministria e Arsimit të Arabisë Saudite si libër që është detyrë të mësohet që në klasën e parë, që në fillore. Pra në vitin 1344, para 100 viteve, parafërsisht, 100 e sa viteve, Arabia Saudite e ka futur në gjithë sistemin arsimor këtë libër. Bëhet pyetja. Libri të parimet, a mund të ketë të njëjtin ndikim tek mendja dhe zemra e lexuesit njësoj, qoftë ka i cili njihet me këtë libër, njihet me tematikën e këtij libri paraprakisht, njihet pse është shkruar ky libër, njihet me gjendjen e popullit që ka qenë në atë kohë kur shkruaj ky libër. A është ndikimi, pra gjatë leximit, ndikimi është i barabartë për lexuesin që njihet me këtë libër paraprakisht, para leximit, apo është i njëjtë, qoftë u njohe me librin apo nuk u njohe. Dhe njëherë, pyetja është, a ka ndryshim ndikimi që ka ky libër tek lexuesi, i cili u njoh paraprakisht me librin, çfarë tematik, dhe me ata i cili nuk u njoh. Thjesht e merr librin dhe e lexon, dhe përfiton ai sa ai përfiton, se ka dhënë Allahu mundësi të përfitojë sipas zgjuarsisë dhe perceptimit që ai ka. Ndikimi nuk është i barabartë, nuk është i njëjtë. Këshillohet që lexuesi, nëse dëshiron të përfitojë një përfitim të plot dhe të saktë dhe të dobishëm,
të njihet rrethpar me tematikën që përmban ky libër. Për çfarë flet ky libër? Pse është shkruar ky libër? Dhe për kë është shkruar ky libër? Të njihen përgjithësi me tematikën kryesore që përmban ky libër. Dhe si autori është argumentuar për këtë tematikë. Forma e shkrimit të këtij libri dhe metodologjia që ka përdorur autori në këtë libër. Thot Allahu Azza wa Jall, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duke mësuar metodikën që ka përdorur autori në shkrimin e këtij libri, ti gjithashtu si lexues përfiton një metodologji të saktë se si ti mësosh të tjerët në rreth të parë, të mësosh familjen tënde dhe fëmijët e tu. Në radhitjen e dijes. Dalën kjo që thamë në fillim, dija, ndërtimi i dijes i ngjan ndërtimit të një ndërtese, e cila ka bazamentin, ka themelet, ka shtyllat, ka muret, ka çatin dhe çdo ndërtim në një ndërtesë ka radhitjen e vet. Dhe ashtu është e dija. Nëse nuk merret me radhën e saj, atëherë ajo mund të bëjë dëm më shumë se sa bën dobi. Ose dobia e saj është shumë e pakët. Prandaj dija duhet të marrë hap pas hapi, duke ndjekur shkallët e duhura se ajo ngjan ndërtesës e cila mban njëra tjetrën. Nuk duam nxënës thjesht që lexojnë për informacion, për kulturë të përgjithshme. Por duam nxënës që përfitojnë nga dija gradualisht duke duruar. Ka nxënës që thotë, du pse sa më shumë përmendsh, të lexoj sa më shumë, të njihem me shumë çështje, të njihem me çështjen çfarë dietarët ke emrat e Allahut dhe së ti. Grupet e humbura çfarë thojnë? Kjo tematik. Çfarë thojnë dietarët në lidhje me tekfirizmin? Çfarë thojnë dietarët në lidhje me sahabët? Çfarë thojnë dietarët në lidhje me të çështje? Çfarë thojnë dietarët dhe grupet e humbura në lidhje me të çështje? Çfarë thojnë dietarët në lidhje me kaderin? Dhe i përzin gjërat. I merr jo në radhitjen e duhur. Dhe i merr lamsh. I bën lamsh pra radhitjen dhe gjithashtu duke mos ndjekur metodologjinë e duhur në lidhje me librat që ai lexon dhe masat që ai merr. Dietarët kur kanë shkruar një libër akide, i kanë radhitur temat. Nëse shikon, radhitjen e temave nuk është pa qëllim. Pra, kanë lënë disa tema në fund. Disa kanë sqaruar që në fillim. Dhe disa në mes. A është kjo pa qëllim? Jo. Për t'i mësuar muslimanët lexues që dija merret gradualisht në mënyrë që kjo dije të ketë bereqetin dhe mirësinë e saj në zemër. Duam për nxënësve, për fëmijëve tanë, për vëllezërve, që të kuptojnë që dija nuk është thjesht për të informuar ti, për të patur dije të përgjithshme rreth fesë, por se kjo dije merret gradualisht ditë pas dite, natë pas nate, kohë pas kohe, dhe duke marrë atë që është më rëndësishme dhe më e lehtë dhe ta shikosh tek vetja jote se si ndikon kjo dije në zemrën tënde. Dija duhet të ndjehet. Jo thjesht informacion, sikur je një kastofon që incizon zërin që flitet. Pra ti duhet të meditosh në atë që lexon, duhet ta kuptosh, të meditosh në të dhe të përfitosh për dijes. Dhe dija e cila nuk ndjek, pra personin në kërkimin e dijes nuk ndjek metodologjinë e duhur, atëherë dobia e saj është shumë e pakët ose mund të jetë dëmi më i madh se dobia. Tre parimet është një tekst i cili trajton lëndën e besimit, e akides. Tematika e saj është shumë e veçantë. Dhe ajo është tematika e tauhidit uluhia. Autori
ka sqaruar në të libër 3 parimet, të cilat janë besimi në Allahun, në fen dhe në të dërguarin. Nuk janë 5, janë 3. Pse janë 3? E kemi cekur tën. Autori ka përfituar ose e kanë nxjerr titullin nga hadithi i cili flet për njeriu i cili do të pyetet në varrin e tij me 3 pyetje. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Dhe kush është i dërguari që është dërguar tek ty? Por se autori ku ka shkruar të libër, ka shkruar një muqaddame, një parathemje, një hyrje, e cila ndahet në 4 pika, që është dija, puna me dijen, thirrja në të dhe durimi në të treja. Pastaj ka përmendur 3 pika të tjera, disa pika të tjera më pas, disa rregulla që lidhen me me realizimin e tauhidit uluhie. Adhurimit të Allahut të vetëm. Njëshmërinë e Allahut në adhurim, duke u larguar nga çdo adhurim i kot, dhe duke qenë njësues në adhurimin e Allahut. Ka përmendur disa rregulla, pastaj ka hyrë në shpjegimin e 3 parimeve. Po nga fillimi deri në fund, autori i librit, shehu, çdo sqarim, çdo fjalë e tij i shërben kujt? Njohjes të tauhidit uluhie, njohjes të domosdoshmërisë që ka tauhidi uluhie në besim, dhe detyrimin e madh që ka ky tauhid. Idhujtarët në kohën e profetit alayhis salam a besonin në tauhidin rububie? Besonin që Allahu ishte furnizues, ishte Zoti i vërtet, ishte ai i cili zbret shiun, jep riskun, jep jetën, merr jetën, pra jep vdekjen? A e besonin këtë? E besonin. Çështja ishte se ata nuk donin pranonin këtë. La ilahe, nuk meriton të adhurohet në të drejtë, vetëm se Allahu i madhëruar. Vetëm se Allahu i madhëruar. Njohja e kësaj fjale, njohja e tauhidit uluhie, njohja e domosdoshmërisë që ka kjo fjalë për besimin në mënyrë që çfarë? Që të shpëtosh. Sepse në ato kohë problemi i muslimanëve nuk ishte tauhidi rububie, ishte tauhidi uluhie. Edhe pse autori në 3 parimet e cek tauhidi rububie për çfarë? Për t'i shërbyer kujt? Tauhidit uluhie. Sepse ai i cili beson se Allahu është Zoti i vërtet krijues gjithësisë, detyrimisht duhet besoj se adhurimi takon vetëm atij. Kush beson se çdo gjë është në dorë të Allahut azza wa jall, ai është mbreti i gjithçkaje, ai është shënduesi i gjithçkaje, ai jep jetën dhe vdekjen, ai mban çdo gjë. Atëherë, a është mundur një njeri logjikshëm, mbasi beson këtë, të dedikoj adhurimin një krijese, e cila ka qenë e vdekur, u krijua do të vdes, dhe nuk ka në dorën e saj asgjë, është pa mundur. Por se shejtani i madhkuar ja zbukuroi atyre veprat e tyre, duke ndryshuar emrat, duke quajtur idhujtarin afrim tek Allahu, zulfa, pra të afrohemi tek Allahu nëpërmjet kujt? Respektimit të njerëzve të mirë. Jo adhurimit, respektimit të njerëzve të mirë. Prandaj u akuzua Muhammed Abdul Wahhabi, ka thënë, nuk respekton të njerëz të mirë, nuk respekton të sahabët, nuk respekton të familjen e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Nga ato akuzat, ato shpifje, ishin vetëm se ai luftoi shirkun, idhujtarin. Por se shejtani i madhkuar prej xhinëve dhe prej njerëzve ja zbukuroi njerëzve
ja mështolli të vërtetën me të kotën. Dhe i bëri që ndryshoshin dhe termat e gjërave, i dhëtarin ndërmjetësimin me njerëzit e mirë të vdekur, ta quante vepër të mirë, që afrohesh tek Allahu, dhe ta quante këtë vepër respektim të njerëzve të mirë. Dhe autori më pas, masi shpjegon 3 parimet, ka dhe një mbyllje në fund. Dalin tek parimi i parë. Dietarët që kanë studiuar këtë libër thonë që çdo parim autori kur sqaron parimin e parë, kur sqaron parimin e dytë, kur sqaron parimin e tretë, autori e shpjegon duke i drejtuar sqarimet, duke i dhënë drejtim pra dijes, njohjes së parimit të parë dhe parimit të dytë dhe parimit të tretë, njohje e cila i shërben miratimit dhe vërtetimit dhe domosdoshmërisë të tauhidit uluhie. Për shembull, autori thot: parimi i parë është njohja e Zotit. Njohja e Allahut Azza wa Jall. Dhe përmend që Allahu është Zoti i gjithçkaje, i gjithësisë, ai furnizon çdo gjë, ai është zotëruesi i gjithçkaje, dhe në dorën e tij është gjithçka, dhe prandaj ai meriton të adhurohet. Dhe prandaj askush nuk meriton të adhurohet përveç tij. Del në përfundim, pra duke sqaruar kushtin e parimin e parë, e sqaron dhe i shërben kujt? I shërben tauhidit uluhie. Dhe kur vjen tek parimi i dytë, që është njohja e fesë, thot njohja e fesë islame, për t'i shërbyer tani, dhe kur sqaron që është cili është Islami, e përkufizon Islamin me përkufizim që i shërben tauhidit uluhie. Dhe kur vjen pastaj dhe thot Islami ndërtohet në 5 shtylla, ndalet ke fjala la ilaha illallah, po t'i shërbyer kujt? Tauhidit uluhie. Atëherë cili është Islami? Islami është dorëzimi ndaj Allahut Azza wa Jalla. Aleikum selam. Dorëzimi, el istislamu lillahi wahda, bit tauhid. Dorëzimi ndaj Allahut të vetëm me njëshmëri, duke veçuar në adhurim. Dhe nënshtrimi ndaj tij me bindje të plot, duke u larguar nga idhujtaria, urtakëria e tij në adhurim, dhe duke u larguar nga idhujtarët. E përsëris edhe një herë për kufizimin? Po, hoç, e përsëris. Nënshtrimi, dorëzimi ndaj Allahut Azza wa Jall të vetëm me tauhid. Dhe nënshtrimi ndaj tij të vetëm me bindje të plot, duke u larguar nga idhujtaria dhe duke u larguar nga idhujtarët, duke distancuar nga ata. La ilaha illallah. Ky përkufizim i shërben një të kohë tauhid uluhie. Pastaj thot dhe Islami, me hadithin, ndërtohet në 5 shtylla. Dhe shtylla e parë është la ilaha illallah, dhe shpjegon këtë fjalë. Dhe kështu, dhe me parimin e dytë, i shërbeu kujt? Sqarimit sa më mirë të fjalës të tauhid uluhie, të fjalës la ilaha illallah. I shërbeu gjithashtu domosdoshmërisë që ka tauhidi uluhie. Kur vjen ky parimi i tretë, që është njohja e të dërguarit, thot, dhe çdo i dërguar
është dërguar me parlajmërimin e popujve të tyre, me gjën më të mirë, që është tauhidi i Allahut. Dhe kena dërguar në çdo popull të dërguar. Dhe nuk kemi dërguar, pra vjen në formë mohuese ajeti, për të treguar që në çdo popull kemi dërguar, të dërguar dhe qëllimi i tyre ishte parlajmërimi i tyre nga idhujtaria dhe të adhurojnë Allahut vetëm. Pastaj vjen për kufizim, thotë çdo profet, veç se i ka treguar popullit të tij çdo të mirë, se ka fshehur, dhe ka ndaluar popullit të tij nga çdo gjë e keqe. Dhe e mira më e madhe dhe më e rëndësishme që profetët i kanë mësuar popujve të tyre, cila është tauhidi uluhia, tauhidi i Allahut. Dhe e keqja më e madhe dhe e keqja më e tmerrshme që pejgamberët i kanë paralajmëruar dhe ndaluar popujt e tyre, cila është? Ti bash Allahut barabart, ortak. Dhe hadithi kutsi është vjen bukur, ku Allahu i thotë robit ti gjykimit: o robi, unë të krijova, unë të furnizova, si ti më bëre ortak mua një tjetër? Pra, krijimi më i madh që do ta ndjejë çdo njeri është ti bësh Allahut barabart. Prandaj çështja, për shembull, nga gjërat që janë më të rrezikshme, që quhet shirku i vogël ose i fshehur, që ka ardhur hadith, thotë më e fshehur, thotë se milingona e zezë në shkëmbin e zi në natën e zezë. Shumë prej nesh bihen në gabime për shkak o të mosdijes, o të padijes, o për shkak të ignorancës, ose për shkak se ai nuk e ndjen rëndësinë e asaj që mësoi. Qoftë diçka që ka vlerë, është e mirë, qoftë diçka që është e rrezikshme dhe shkatërruese. Pra personi del namaz ose jep sadaka, o do jetë nga njerëzit më të shpërblyer, o do jetë nga njerëzit çfarë? Më të dënuar. Me këta njerëz nizet zjarri i xhehenemit, me kënd nizet? Me 3 persona: dietarin, lezuesin e Kuranit, pra, mujahidin dhe ata që ka dhënë sadaka. Këta 3 persona, me këta 3 persona do ndizet zjarri i xhehenemit deri në gjykimit, Allahu na ruajt. Po këta 3 persona janë nga njerëz më të mirë. Ajo që bën ndryshimin, farkun, dallimin, cila është? Cila është? Qëllimi. Njëri që e sinqert njësues i Zotit, dhe tjetër që u dënua që ishte idhujtar, kërkoi dynjan, dhe quhet shirk me qëllim, shirk në atë që ti kërkove, nuk patë kushtin më të kryesor, që është sinqeriteti. Prandaj njohja e të mirës dhe të vërtetës dhe njohja e të keqes, asaj që është e rrezikshme për njeriu, do të shoqërohet dhe me ndjeshmërinë e saj, që është udhëzim nga Allahu Azza wa Jalla. Pra, çdo profet, ku shpjegon autori, pra, parimin e tretë thotë, çdo profet i ka treguar popullit të tij çdo të mirë, dhe e ka ndaluar dhe paralajmëruar nga çdo gjë e keqe. Dhe e sqaron aq bukur dhe thotë, dhe e mira më e madhe që profetët i kanë urdhëruar, ka këshilluar popujt e tyre, është tauhidi uluhia. Dhe e keqja më e madhe, cila është? Është idhujtaria, shirku, me llojet e tij. Prandaj është shumë e rëndësishme që personi në rreth park marrë shkaqet e dijes. Dhe gjithashtu ta lusi Allahun e madhëruar që ta ruaj nga shirku, nga e keqja më e madhe. Profeti selam
ka ardhur në hadith nga llojet e lutjeve, më fal mua për atë që unë e di. Dhe ka ardhur më ruaj të bëj shirk dhe unë e di. Dhe më fal për atë që nuk e dija. Pra ka gjëra që njëri i bën që mund të bidhe në gjunahi më të madh. Po sa ndjen. Nuk e kupton. Nuk e di. Nuk e është i vëmendshëm, më themi. Mu thot fjalë të rënda, mu të veproj vepra të cilat i humbin gjithë mirat që ai ka bërë. Dhe shirku është shumë i rrezikshëm. Nga gjërat e rrezikshme që ka shirku cila është azgjësimi i punëve të mira. Azgjësimi i punëve të mira. Dhe nëse vdes në të, Allah na ruajt, është përfundimi në zjarrin e xhehenemit i përjetshëm. Autori përmend në lidhje me tematikën e librit thotë: kam miratuar në këtë libër 3 baza. Këto si ka përmendur me emra pra të ndara, por se ka trajtuar, në ky libër trajton 3 baza kryesore. E para është tauhidi rububie, cilën e sqaron me qëllim kujt? Për të shërbyer tauhid uluhie. Pastaj sqaron dhe tauhidin uluhie, gjithashtu sqaron dhe çështjen në fund el-wala wal-bara, miqësinë dhe dashurinë për Allahun, për besimtarët që janë njësues, dhe urrëtitjen dhe armiqësinë për idhujtarët dhe besimtarët që janë armiqtë e krijuesit, ato që mohuan ose i bën Allahut barabartë në adhurim. Pyetja e fundit e me kaq që mbyllim inshallah. Cila është dobia që të njihesh me tematikën e librit, që ne folëm parafërsisht folëm pak a shumë cekën tematikën e librit. Cila është dobia të njihesh me tematikën e librit? Tham që nuk është i njëjtë personi i cili, nuk është i barabartë ai i cili njeh me tematikën e librit para se ta lexojë librin dhe që nuk njihet. Atëherë, ai i cili njeh me tematikën e librit, ai njihet me qëllimin që ka pasur autori me shkrimin e këtij libri. Dhe do arrit të kuptoj shprehjet dhe frazat që ka përdorur autori më mirë. Gjithashtu, njohja e tematikës së librit dhe njohja pse autori ka shkruar këtë libër të bën të letë të lehtëson më shumë ty që të bësh lidhjen midis frazave, midis asaj që e paraprin një frazë ose asaj që vjen më pas. Çdo libër kur e merr në fillim, fillon me frazën e parë, faqen e parë, pastaj vazhdon. Mendimi ka një vazhdimsi. Kur ti njehesh tematikën, njehesh me qëllimin pse autori e ka shkruar librin, ke mundësi të bësh lidhje midis teksteve ose shprehjeve të autorit. Pra, nëse ai përmend një fjalë në faqen e 3 për shembull, në mes të faqes, ti bën lidhje midis faqes 2 dhe faqes 4 dhe 3. E bën më lehtë dhe kupton më lehtë tekstet që autori ka përmendur në këtë libër dhe pse i ka përmendur. Prandaj, ai i cili e njeh tematikën e librit, njeh qëllimin pse autori ka shkruar këtë libër dhe arrin të bëj lidhje midis tekstit që ka shkruar autori, fillimin, mezin dhe fundin, e ka më të lehtë ta kuptoj librin në tërësi dhe dobia e tij është më e madhe për lexuesin. Me kaq inshallah unë mbyll mësimin e sotëm, inshallah jemi në vazhdimsi javës që vjen për të shpjeguar sërish pra jemi në njohjen dhe parathënien ose hyrje rreth njohjes së librit Tre Parimet. Akoma s'kemi hyrë në shpjegimin e teksteve që përmban ky libër Tre Parimet.